Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga rënja e flokëve, kjo recet me rozmarin po i çmend të gjithë me rezultatin e saj. Këtë bim shumë herë kemi patur në dorë, por nuk kemi pasur dieni që ajo ju ndihmon kundër rënjes së flokëve. Rozmarina ka efekte të dobishme në lëkurë. Ajo përdoret shumë në industrinë e kozmetikës si një pastrues për lëkurën. Ndihmon të mbajë fytyrën sa më të freskët dhe me shkëlqim. Rozmarina jo vetëm që i bën flokët tuaj të jenë më të fortë, por në të njëjtën kohë ndihmon edhe në rikuperimin e flokëve të dëmtuar. Kombinoni 2 lugë gjelle të gjetheve të grira të rozmarinës në 300 ml ujë. Pastaj, me përzierjen e fituar, filloni dhe të trajtoni flokët nga fundi deri tek majat. Kjo përzierje është shumë e lehtë, prandaj edhe kështu ju nuk do të keni nevojë që ta largoni atë nga flokët tuaj, pasi që do të largohet vetë. Nëse flokët tuaj janë të dobët dhe bien sa herë që ju i krihni, maskat kundër rënjes të përgatitura vetë mund të jenë zgjidhja e duhur për flokë perfekt. Ka shumë arsye se pse ju bien flokët, që nga stresi dhe deri tek mungesat ushqimore. Në çdo rast, nëse ju bien flokët, s'ka gjë më të mirë se sa një maskë flokësh e cila është e bërë vetë, të thjeshta për të përgatitur në shtëpi, me përbërës elementar, ushqyes dhe njëkohësisht forcues. Këto maska ndonjëherë janë një ilaç i vërtet dhe më efikase nga çfarë parashikohen. Maja bire, mjalt, kos, vezë dhe me radhë bëhet fjalë për përbërës të thjeshtë që ju i keni në dispozicion në shtëpinë tuaj. Më pas mbështilleni kokën me qeste plastike dhe lani flokët me shampo si zakonisht. Zgjidhni një prej këtyre maskave që ne do t'ju sugjerojmë me efekt ushqyes, ristrukturues dhe njëkohësisht antirënje. Flokët tuaj do t'i ngjallin në zili të gjithëve. Maska me vezë. Për këtë maskë duhen 2 të verdha vezësh dhe njëkohësisht pak vaj ulliri, gjysmë limoni i shtrydhur. Përzini mirë dhe lëreni këtë maskë të veprojë në skalpin tuaj të kokës. Aplikojeni atë me anë të një furçe dhe mblidheni kokën me qeste transparente. Lëreni të veprojë për gjysmë ore. Më pas, shpëlajini dhe vazhdoni me shampo. Do t'i ndjeni menjëherë flokët tuaj më të fortë dhe njëkohësisht më të ushqyer. Maska me mjalt. Provoni këtë përzierje për flokët tuaj në një tas të vogël, hidhni një vasket kos dhe një lugë plot me mjalt. Përzini dhe përhapeni maskën në flokë. Më pas vendosni një kapuç dushi. Lëreni një orë kokën të mbështjellë dhe lajini flokët tuaj me shampo. Do të ishte mirë nëse shampo do të ishte kundër rënjes së flokëve. Maskë flokësh me maja bire. Forcon dhe njëkohësisht ndalon rënjen e flokëve. Si edhe nga ana tjetër, kjo maskë realizohet me 2 të verdha vezësh, disa pika uthull dhe një lugë mjalt dhe 20 gram maja bire. Hidheni në një tas, përzini dhe aplikojeni maskën në skalpin e kokës. Mbështilleni kokën me qeste dhe lëreni për gjysmë ore. Më pas, lajini flokët tuaj me shampo si zakonisht. Ndërkohë, maskat për flokët janë një domosdoshmëri. Vaji i ullirit është një nga produktet më të rëndësishme, jo vetëm në mirë funksionimin e trupit, por edhe një aleat i shkëlqyer i bukurisë. Vaji i ullirit në flokë, në lëkurë, në thonje të tjerë mund të bëjë të mundur rigjenerimin e çdo dëmtimi që mund të jetë shkaktuar për arsye nga më të ndryshmet. Industria e kozmetikës e përdor atë si një nga përbërësit më kryesor të kremrave apo të produkteve kundër plakjes, rigjenerimit të qelizave e të tjerë. Ai nga ana tjetër përmban fenole, acide yndyrore si acidi linolenik dhe palmitik, acidi oleik dhe gjithashtu
yndyra esenciale për një shëndet sa më të mirë, duke qenë se është lehtësisht i tretshëm. Ky vaj ofron përfitime të ndryshme shëndetësore, por njëkohësisht bën mrekulli edhe pas aplikimit në lëkurë dhe njëkohësisht në flokët tuaj. Në këtë video ne do t'ju tregojmë disa nga maskat të cilat ju mund t'i bëni në kushte shtëpie dhe flokët tuaj do të jenë gjithmonë të kuruara. Maska për këputjen e flokëve. Kjo maskë e flokëve përmban 3 përbërës: vaj ulliri, avokado dhe njëkohësisht mjalt. Avokadot janë të pasura edhe me vitaminën B, vitaminë E dhe proteina, elementë të cilët u japin shkëlqim flokëve dhe i bëjnë më të dendur. Mjalti gjithashtu është një hidratues natyral që ndihmon në parandalimin e humbjes së lagështisë nga skalpi i kokës. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një avokado e pjekur, 2 deri në 3 luggjelle vaj ulliri, një luggjelle mjalt dhe kosi, i cili është opsional. Përzijeni një avokado të pjekur të prerë në kube të vogla, vajin e ullirit, mjaltin dhe kosin. Pasi të jetë formuar kështu një masë homogjene, aplikojeni këtë përzierje në flokë të lagur duke filluar nga rrënja deri tek majat. Mbajeni për 40 deri në 45 minuta. Shpëlajini njëkohësisht flokët tuaj me ujë të bollshëm dhe më pas lajini ato me shampo si zakonisht. Ndërkohë, nga ana tjetër, ju duhet të dini se mund të përgatisni edhe një maskë për flokët e thatë. Shtoni një banane të pjekur, një lugë çaji mjalt dhe 1/4 filxhan vaj ulliri ekstra të pastër në një shtryse. Përzijeni derisa të arrihet një masë homogjene dhe aplikojeni veçanërisht në majat e flokëve. Lëreni për të paktën 30 minuta dhe shpëlajeni me ujë të ngrohtë. Maska për flokët me vaj ulliri dhe vaj kokosi për flokët e dëmtuar. Vaji arrës të kokosit është një nga përbërësit më të mirë natyral, i cili ushqen dhe njëkohësisht riparon flokët e dëmtuar, jo vetëm që hidraton, por rigjallëron dhe u jep flokëve tuaj shkëlqim dhe volum. Ndërsa mjalti dhe vaji i ullirit janë hidratues natyral të shkëlqyer, pasi ato po ashtu ndihmojnë në rigjallërimin e flokëve tuaj dhe gjithashtu i japin flokëve volum dhe shkëlqim. Ndërsa mjalti dhe vaji i ullirit janë hidratues të shkëlqyer, pasi ndihmojnë të depërtojnë thellë në flokët tuaj. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 deri në 3 luggjelle vaj kokosi, 2 lugë vaj ulliri dhe 2 lugë mjalt. Përgatitja: përzijeni vajin e kokosit dhe vajin e ullirit, ngroheni pak përzierjen në banjë mari dhe më pas mund të shtoni edhe mjalt. Përzijeni të gjithë përbërësit së bashku dhe më pas aplikojeni maskën në të gjithë gjatësinë tuaj të flokëve. Sigurisht ju mund të përgatisni edhe një maskë e cila përveç se ndalon rënien e flokëve, ajo gjithashtu i rrit ato me 5 cm në vetëm një muaj. Fillimisht ju duhet të ngrohni 2 filxhan kafeje vaj ulliri. Pasi t'i keni ngrohur, aplikojeni në flokë dhe mbajeni për 5 minuta. Gjatë këtyre 5 minutave me kokën poshtë, bëjni masazh rrënjës së kokës shumë butësisht. Me këtë masazh do të stimuloni rritjen e flokëve. Më pas, vajin e ullirit aplikojeni në të gjithë flokën duke bërë masazh tek majat. Pasi ta keni mbajtur për 20 minuta, aplikoni këtë maskë me 1 të verë të vezë dhe 4 lugë mjalt. Pasi e keni rrahur të verën e vezës, shtoni mjaltin e shkrirë. Përzijeni mirë që të dy përbërësit dhe aplikojeni maskën nga rrënja deri tek majat. Këtë përzierje ju do ta mbani për 20 minuta. Pra, gjithsej, për realizimin e kësaj maske, juve do t'ju duhet 1 orë. Kjo maskë do të bëjë vërtet mrekullira dhe maska bëhet 1 herë në javë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë
të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.